Ja çfarë ndodh nëse flini një orë më pak se zakonisht. Qëndrimi i zgjuar shumë më vonë mund t'ju bëjë të ndjeheni të pa entuziazmuar për jetën e nesërme, edhe nëse humbisni vetëm një orë gjumë. Të fjeturit më pak se zakonisht pavarësisht nga numri i orëve i bën njerëzit të ndjehen më pak pozitiv dhe më të lumtur, sipas një studimi shkencor. Studiuesit shikuan 154 studime që përfshinin më shumë se 50 vite, duke përfshirë më shumë se 5.000 njerëz të moshave 7 deri në 79 vjeç, mbi mungesën e gjumit. Kufizimi i gjumit, ku njeriu flinte më pak se normalisht, u zbulua se reduktonte ndjeshëm ndjenjat e tyre pozitive si entuziazmimi dhe lumturia. Emocionet pozitive të njerëzve dukeshin se merrnin goditjen më të madhe nëse flini 4 ose më pak se normalja, por ato ndiheshin më pak pozitiv nga çdo reduktim i gjumit, duke u cilësuar gjumi si një nga faktorët kryesor për një jetë të gjatë dhe më të lumtur.